Liderët e 47 vendeve dhe organizatave evropiane janë mbledhur sot për një summit njëditor në kryeqytetin e Shqipërisë për diskutuar sfidat e sigurisë dhe mbrojtjes në të gjithë kontinentin me agresionin e plotë të Rusisë ndaj Ukrainës në krye të agjendës. Vendet e Ballkanit Perëndimor shpresojnë se në summitin e Komunitetit Politik Evropian do të bisedohet edhe për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Për të diskutuar gjitha këto dhe jo vetëm në një lidhje të drejt për drejt, kemi njohësin e çështjeve politike, zotrin Lutfi Dervishi. Përshëndetje, zotri Dervishi. Përshëndetje. Po, dhe bashkë me neve gjithashtu është edhe gazetarja Sonila Musaj. Përshëndetje. Përshëndes. Po e nisim me Sonilën, me qenë se tashmë vetëm ka fillu tër procesi, kemi pa që disa prej liderëve evropian kanë arritur dje, të tjerë janë bashkuar sot. Çka mundojmë deri më tani, Sonila? Po, në fakt ashtu siç e kemi parë, tashmë ka nisur, le të themi, edhe takimi i liderëve të Bashkimit Evropian. Duhet të theksojmë që është një moment historik, sidomos për Shqipërinë, por edhe një moment vendimtar për Europën. Jam fokusuar në tre çështje, le të themi, ku do të diskutohet sa i përket këtij samiti, ku bëhet fjalë për sigurinë e Evropës, por edhe qëndrueshmërinë e demokracisë, duke trajtuar këtu edhe çështjet si mbështetja për Ukrainën, për arritjen e një paqeje në të vërtetë dhe një qëndrueshmërie, pasi gjithë e dim sa i përket situatës së Ukrainës edhe Rusisë. Kemi një tjetër tryezë ku do të diskutohet për forcimin e konkurrueshmërisë, por edhe sigurisë ekonomike, ku sigurisht në fokus do të jetë infrastruktura, por edhe mbrojtja e zinxhirëve kritik të furnizimit me balancën dhe fuqizimin e industrisë. Gjithashtu, në këtë takim, pritet që diskutohet edhe për një çështje shumë përfolur, sidomos edhe për vendin tonë, këtu në Shqipëri, sa i përket migracionit, por edhe të rinjt. Janë këto pak a shumë tre çështjet më kryesore ku do të diskutojnë 47 liderët tashmë të mbërritur në vendin tonë. Po, ndërkohë, zotri Dervishi, cila është rëndësia e mbajtjes së këtij samiti pikërisht në Tiranë? Është jashtëzakonisht e rëndësishme për shkak se Shqipëria ka rastin të tregojë që i ka kapacitetet logjistike, diplomatike, ka rastin të tregojë mikpritjen për të organizuar një summit kaq kompleks dhe kaq të vështirë në kuptimin e pikpamjeve të sigurisë dhe logjistikës. Po. Në anën tjetër, Shqipëria dëshmon që është një vend avangard në rajon sa i përket perspektivës në Bashkimin Evropian dhe përcjell një imazh tjetër tek liderët e vendeve të tjera të Europës, dhe ju e dini që Shqipëria, por dhe rajoni, një nga problemet të mëdha ka pas perceptimin apo imazhin. Po, zotri Dervishi, çfarë mesazhi po përcillet që pikërisht ky summit po mbahet në një vend të Ballkanit Perëndimor? Ka qenë përcjell edhe më përpara. Shqipëria ka përcjell një mesazh dhe mendoj që mesazhi më i rëndësishëm ka qenë nga samitet e kaluara, siç ka qenë samiti i vendeve të Bashkimit Evropian dhe liderët të Ballkanit Perëndimor, apo samiti për Ukrainën të zhvilluar në Tiranë. Duhet kuptojmë që ka një konfuzion në kuptimin e termave dhe të kuptimit çfarë është samiti i Komunitetit Evropian Politik. Dhe ai ka vetëm 3 vite që është krijuar, edhe është në rotacion 2 herë në çdo vend pjesëmarrës, dhe nuk e ka rëndësinë dhe nuk duhet ngatruar me rrugën e Bashkimit Evropian, që është një korsi tjetër dhe që realisht është diçka krejt tjetër. Nuk është një summit që merr vendime dhe imponon, por është më shumë një tryezë dialogu ku liderët shkëmbejnë pikpamjet e tyre për çështjet më të rëndësishme që përballet sot vendet e kontinentit, që fillojnë siguria dhe energjia e tjera. Po, a nuk mund... Vetëm kam një lutje, kam një lutje për regjin. Unë kam pothuajse pa mundur për të komunikuar sepse kam zërin mbrapsht dhe më duket sikur po flas me veten. Është pa mundësh.
Më fale pak minuta do rregullohet edhe ky problem teknik. E përmenda atë që ishim duke diskutuar, a mund të ndikoj sadopak, të paktën ky summit në përshpejtimin ose përparimin e vendit Shqipërisë drejt BE-s? Jo. Ka këtë ndikim? Jo, sepse marrëdhënia me Bashkimin Evropian, madje është e dëmshme nëse ne lidhim këtë summit me një korsi tjetër apo me një lloj diçka të përzier hibride me Bashkimin Evropian. Marrëdhënia me Bashkimin Evropian është kontraktuale dhe duhet mbesë e tillë. Shqipëria është në një stad shumë të avancuar për shkak të konsideratave gjeopolitike, ka 25 vjet marrëdhënie me kontraktuale me Bashkimin Evropian, ka çelur dhe ka mbyllur marrëveshjen për stabilizim e asociimin, ka marrë statusin e vendit kandidat formal, ka marrë statusin e vendit kandidat me të drejtat plota, ka hapur negociatat, ka bërë screening dhe po çel kapitujt. Nuk ka lidhje fare, mendoj, ky summit me perspektivën e Bashkimit Evropian, por është një rast i mirë për të treguar Shqipërinë në një dritë pozitive. Po, i përmendi Sonila disa prej temave që do të diskutohen aty, megjithatë, sa munden që këto, gjitha jo se çfarë do diskutohet aty, të ndikoj pastaj në rajon? Nëse do duam të jemi më konkret, do të themi çfarë është arritur nga 5 summitet e mëparshme. Po. Dhe kjo pyetje retorike e përgjigjen edhe pritshmërive të tepruara që krijohen ndonjëherë për summite të tilla në rajon. Sigurisht është një gjë e mirë, por duhet kuptojmë një gjë që rezolutat dhe që ndërmerren këtu nuk janë detyruese. Mund të arrihet në një gjë spektakolare, është e papërjashtuar, por fokusi, si thua, është Ukraina, është siguria dhe në planet e tjera vijnë pastaj bashkëpunimi në rajon. Rajoni i ka domethënë dy korsit, ka procesin e Berlinit, ka dhe rrugën drejt Bashkimit Evropian. Kështu që ky summit më tepër e ngatron në këtë rrugë se sa e ndihmon. A presni që edhe çështja e Kosovës të përmendet në këtë summit, meqense janë aty 47 antarë të vendeve evropiane? Ndoshta janë rezolut, por sigurisht to summite janë një moment i mirë për të avokuar, për të lobuar për pozicionin cilin ndodhet Kosova në raport me sanksionet e BE-s apo në raportet që ka me Serbinë, po nuk është temë agend e summitit të Kosova dhe as rajoni në vetvete. Do të thonë si thush temat e mëdha me cilat përballet kontinenti, Europa e re në një kohë të re që me dy fjalë mund të thuhet të pasigurta dhe të paqarta. Gjithatë, po besoj keni arrit me i po deklaratat cilat janë bërë. Për shembull është ajo e shefës e diplomacisë evropiane, Kaja Kallas, e cila tha që pret normalizim mes marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Kemi në anën tjetër presidentën Osmani, e cila gjithashtu kërkoi që të diskutohet kjo pjesa mes Kosovës dhe Serbisë, pra BE-ja të heq masat ndaj Kosovës. Po, i nderuar, do të thënë këto deklarata janë dhënë në momentin kur u pyet nga gazetarët. Pra ritheksoj, nuk janë pjesë e agjendës, do të themi të presim një komunikat zyrtare, megjithëse asgjë s'u përjashtohet. Janë deklarata të shkëputura në prononcimet për gazetarët në momentin e mikpritjes nga kryeministri Rama. E pam që në mesin e gjithë atyre që po marrin pjesë, sigurisht është edhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. A presni që të ketë diçka edhe për Ukrainën? Ne pam edhe një deklaratë të shefit të NATO-s Mark Rutte, i cili tha se Rusia s'do të marrë më as 1 kilometër nga Ukraina. Po, do të thënë, në kuptimin e audiencës ndërkombëtare ndoshta Ukraina mbetet, sepse për këtë shkak është krijuar, do të thënë, gjendja në Ukrainë ka krijuar këtë summit si një forum dialogu midis vendeve që janë BE, vendeve që s'duan të jenë BE, janë një pjesë, dhe vendeve që duan të jenë BE, siç është Ballkani, dhe vendeve që s'mund të jenë BE edhe pse duan, janë ish Republikat Sovjetike në më në lindje. Ukraina mbetet çështje kryesore për shkak sepse siguria në kontinent kërcënohet, është e kërcënuar, është e minuar, pikërisht për shkak të agresionit rus. Ukraina mbetet në vëmendje sepse për shkak të kësaj lufte Europa po ndryshon nga një projekt paqe, tash po mendojnë që të jetë një projekt që të mendojë edhe për vetë, për të mbrojtur vetë dhe për të pasur vetëm NATO-n dhe fuqinë amerikane. Dhe në këtë sens Ukraina mund të jetë kryefjala e takimit në kuptimin e sigurisë dhe të një Europe të re. Ndërkohë aty pjesëmarrës kemi edhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić që në fakt përfaqëson Serbinë si vetmi shtet i cili nuk i ka vendosur sanksione Rusisë
si do tjetë kjo në raport pastaj edhe me pjesëmarrjen e tij aty? Nuk jam i sigurt që është i vetmi shtet, sepse janë 47 shtete, janë 27 vendet e Bashkimit Evropian dhe 20 vendet e tjera që janë si thosh në ëmbrellën e Këshillit të Evropës, por në kuptimin e raporteve Kosovë-Serbi, Serbi-Shqipëri dhe rajon, mund të jenë të rëndësishme të themi gjestet, gjuha e trupit, artikulimi, deklaratat që jepen, por nuk besoj që fokusi i gjithë i samitit do të jetë i përqendruar, dhe me dritat e projektorit që të jenë vetëm në Ballkan. Është lajm i mirë që zhvillohet në Ballkan dhe në Tiranë, por nuk është për Ballkanin dhe për Tiranën, ose vetëm për këtë. Po, ndërkohë sot në Tiranë kemi edhe një çështje tjetër, është një protestë organizuar nga kreu i PD-s Sali Berisha. Sonila, deri ku ka filluar edhe deri ku ka shkuar? Po, në orën 17 është planifikuar që të thirret një protestë si mos rezultat edhe si mos njohje të rezultatit edhe të zgjedhjeve. Një protestë në fakt që të paktën deri më tani është njoftuar nga policia që nuk duhet të realizohet për shkak se janë brenda perimetrit të sigurisë ku po zhvillohet edhe takimi i liderëve të Ballkanit Perëndimor. Është një protestë ku është paralajmëruar nga policia që nuk do të lejohet asnjë mbështetës i Partisë Demokratike që të protestojë aty, por u është thënë që duhet të shkojë në një bulevard tjetër për të protestuar. Nga ana tjetër, Partia Demokratike është e bindur që protestën do ta zhvillojë aty, por nuk e dim nëse do të ketë në fakt pjesëmarrës apo mbështetës të Partisë Demokratike në këtë protestë. Kjo edhe për shkak se koha nuk po i favorizon shumë këtu në Shqipëri për shkak të rreshjeve të shihut, por të paktën unë si gazetare mendoj që nuk do të ketë mbështetës të Partisë Demokratike për shkak edhe të zhgënjimit që vetë demokratët morën në këtë zgjedhje duke humbur me një rezultat të thellë ndaj Partisë Socialiste. Ajo që unë dua të përmend dhe kam dalë në këtë konkluzion edhe për shkak të atyre mbështetësve të Partisë Demokratike, të cilët kanë qenë mbështetës të fortë. Më ka bërë përshtypje shumë një mesazh i një banori të Unazës së Madhe. Banorët e Unazës së Madhe kanë protestuar bindshëm kundër shëmbjes së shtëpive të tyre këtu në Tiranë. Ka pasur mbështetjen edhe të Partisë Demokratike dhe duhet të themi që janë një bastion i djathtë, por në këtë zgjedhje, pasi është lajmëruar për protestë nga Partia Demokratike, njëri nga banorët e Unazës së Madhe është të shprehur në rrjetet sociale që ndihet i zhgënjur dhe i pambrojtur nga Partia Demokratike, teksa falenderonte vetëm avokatin që e kishte mbrojtur pa pagesë dhe duke u shprehur se a do ta mbrojë Partia Demokratike nëse policia e arreston apo jep një masë sigurie siç ishte zotëria me masën detyrim paraqitje. Unë dyshoj që do të ketë një pjesëmarrje të mbështetësve apo edhe atyre anëtarëve të Partisë Demokratike në këtë protestë. Janë të zhgënjur dhe disa janë edhe të tradhtuar pasi nuk e kanë pritur këtë rezultat. Sonila, 3 kërkesa janë depozituar, masa kemi arritur të marrin vesh edhe përmes mediave atje në Shqipëri, në policinë e Tiranës për të mbajtur protesta. E patëm vendin ku është në perimetrin afër samitit, më pas ajo refuzua, u propozua një vend tjetër, një bulevard tjetër, por ishte propozim i policisë apo propozim i Partisë së Berishës? Sepse këtë nuk e kemi ende të qartë. Ishte propozimi i policisë. Partia Demokratike ka paralajmëruar që protesta sot në orën 17 do të zhvillohet tek bulevardi Zogu i Parë në kryeqytet, kryqëzimi në rrugën Fortuzi me Ministrinë e Drejtësisë. Por ky takim, pra kjo protestë nuk mund të realizohet për shkak se ky segment rrugor është shumë afër takimit ku po zhvillohet samiti dhe shkel pra perimetrin e sigurisë. Nga ana tjetër, Partia Demokratike vazhdon edhe qëndron e bindur se protestën do ta zhvillojë aty, mbetet për të parë deri në orën 17. Po, ndërkohë, zotëri Dervishi, po mbahet protesta pikërisht sot. A është kjo shkak i pakënaqësisë së zgjedhjeve apo Berisha po tenton që të përcjellë një mesazh edhe tek ndërkombëtarët që ndodhen sot në Tiranë?
Po, janë të dyja këto që ju përmendët në pyetje, por do të kuptojmë një gjë që protesta në një farë mënyrë ndihmon edhe Shqipërinë, tregon që është një vend demokratik ku protestohet, por besoj që fokusi i opozitës është të tërheqë vëmendjen për parregullsitë apo për standardet zgjedhore, dhe ora e zgjedhur nuk më duket se interferon shumë me ceremoninë hapse apo me mikpritjen, është ora 5 pasdite. Dhe ajo çfarë është në test, në fakt më shumë se sa protesta, a do të arrijë që të marrë vëmendjen titujt apo paragraf në për raportimet ndërkombëtare, është çështja e pjesëmarrjes, por unë për shkak se nuk e dëgjova dot raportimin e Sonilës, nuk di se çfarë them kuptimin e një konteksti më lokal. Po, megjithatë si e keni parë ju këtë protestë që do të mbahet sot? Protesta nuk është mbajtur, protesta do mbahet në orën 5 pasdite. Po e thotë që do të mbahet. Pra, është një protestë që opozita do e bën për të tërhequr vëmendjen e ndërkombëtarëve për standardet zgjedhore në Shqipëri. Në Shqipëri nuk ka nevojë të kërkosh leje. Kjo nuk është hera parë që mbahen protesta të tilla pikërisht në ditë të shënuara në Shqipëri. Kemi edhe një protestë viteve të kaluara. Po? Në çdo vend të botës, në samite të rëndësishme, një vend demokratik proteston. Protestues protestojnë para NATO-s, para G7-s, G8-s. Do të thënë, kur është një vend demokratik, protesta nuk është blasfemi, nuk do të marrë si një ngjarje që po prish festën. Dervishi, Sonila tha që nuk pret një pjesëmarrje të madhe, pikërisht i përmendi që nuk pret pjesëmarrje nga strukturat e partisë, pasi tha se në një farë mënyrë ndihen ndoshta edhe të zhgënjur edhe me rezultatin, por edhe me të tjerat që kanë ndodhur brenda partisë. Gjithsesi, a prisni ju që të ketë mbështetje Berisha në këtë protestë? Këta më duken pak çikërrima në kuptimin do marrin pjesë një protestues, 10, 100, 1000 apo 10.000 apo 100.000. Të vetëm thelbi i protestës është a ka të drejtë të protestoj, çfarë mesazhesh do të përcjell, a ka të drejtë në këtë protestë, në këto mesazhe, dhe nuk është çështja, domethënë a prisni mbështetje. Domethënë ka ikur koha e mbështetjeve që mbushnin sheshet me 100.000, 50.000, 10.000 veta. Protesta mund të jetë simbolike, nuk kam informacione, edhe rrjetet sociale janë më shumë çori. Po absolutisht. Absolutisht, edhe mes protestës simbolike dhe masive ka një diferencë të madhe, por krejt e qartë nuk priten protesta masive, se nuk është as koha që është me shi, as vendi, dhe as themi fuqia e opozitës në këtë moment që të demonstrojë një masivitet. Dhe po të kuptoni, në Tiranë nuk ka, do të thënë, ndonjë lumturi për fituesit e mëdhenj të zgjedhjeve, sikundër nuk sheh ndonjë dëshpërim ekstrem nga humsit. Pra është një normalitet të themi, spaku për këtë javë që po e kalojmë. Atëherë, zotëri Dervishi, të falenderoj shumë që ishe sot me ne. Faleminderit për mundësinë. Sonila, ju falenderojmë edhe juve që ishe sot dhe ndave të gjithë edhe agjendën e samitit, por edhe ndave detaje edhe nga protesta e Berishës, që pritet të mbahet sot në orën 17. Ju falenderoj dhe ju. Ndërkohë nga samiti në Tiranë që po zhvillohet sot, pra është një samit mjeditor që ka mbledhur 47 antarë të vendeve të ndryshme dhe të organizatave ndërkombëtare, po ashtu edhe nga protesta e cila pritet të mbahet sot në orën 17, e thirrur nga kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha. Ne do të, pas një shkëputje fare të shkurtër, do të kalojmë tek një çështje tjetër. Është një problem që ka nisur tash disa ditë në kryeqytet, ai i mbeturinave që ka mbushur, pra është mbushur kryeqyteti me mbeturina, një zgjidhje akoma nuk ka ardhur nga komuna. Gjithsesi, për këtë do të bisedojmë vetëm pas pak me përfaqësues nga Komuna e Prishtinës për të parë se cila është alternativa për të dalë nga ky problem.